Vion aksioni për çlirimin e hapësirave publike në qytetin e Shkodrës. Në bulevardin Zogu i Parë është ndërhyrë përheqjen e një objekti pa leje që kishte bllokuar qarkullimin pranë pallateve, duke penguar lëvizjen e banorëve dhe aksesin e mjeteve të emergjencës si zjarrfiksja dhe ambulanca. Ndërhyrja është ndjekur nga vetë kryetari i Bashkisë Shkodër Benet Beci, i cili u shpreh se ky veprim vjen në kuadër të një sër ndërhyrjesh të realizuara pranë shkollës Ndremjeda, me qëllim lirimin e aksesit dhe përmirësimin e qarkullimit për banorët e zonës. Po bëhet çlirim të zonës përreth shkollës Ndremjeda, siç e kemi thënë, është kuadri i gjithë pastrimit të zonës, së sistemimit të mënyrës hyrjes daljes, po kështu dhe për zonat e banorëve, të zjarrfiksave ato ambulancave. Ka qenë ndërtim pa leje, i cili është prishur për të liruar, ka zënë gjysmën e rrugës për kaluar dhe besoj se do të lehtësohet gjithë qarkullimi. Po kjo hapësirë shërben edhe zonës për kalimin e zjarrfiksave dhe ambulancave, sepse ishte bërë pengesë për rrugën. Autoritetet bëjnë me dije se puna do të vijojë në çdo lagje të Shkodrës për të korrigjuar deformimet urbane të krijuara ndër vite dhe për t'i kthyer hapësirat publike në shërbim të qytetarëve.